neve do t'jemi në vazhdim programit me Ardian Pajeziti, që është drejtoresh e Kult Plus, edhe portali Kult Plus ka përcjell në kohë reale gjithçka që është zhvilluar rreth edicionit të 69 të këtij festivali. Ardiana, mirëditë dhe mirë se erdhe këtu tek punata e fundit, tek pjesa e fundit, emisioni i fundit kushtuar javës Eurovisionit, kushtuar Eurovisionin në pak 2025. Faleminderit për ftesën, me kënaqësi të bashkëbisedojmë për këtë festë të madhe evropiane, pavarësisht asaj rezultatit, ne duhet ta pranojmë dhe të thotë ajo çka ka ndodhur dhe kështu që jemi ndoshta super të kënaqur me performancën e Shkodrës elektronike që e pat mbrëm. Tani si me Shkodrën, me përfaqësimin dhe performancën e Shkodrës elektronike, si i thatë pavarësisht të votimit dhe pozitos që kemi. Në vendin e 8 nuk është paka, mesin e atyre 26 vendeve që disa fqintan mezi, jo mezi, po nuk e kaluan në fare, gjysmë finale dhe tyre për të presuar në Ballkanit është Shqipëria, shteti i vetëm që ka arritur të hyjë edhe në finale. Kjo është një sinjal që kënga është pëlqyer në fakt për ati filtrimit të parë, po jo gjithmonë e thash edhe dje me një televizion, jo gjithmonë ajo kurora, ajo triumfi tregon për këngën që e gjen mënyrën e rrugës vetë për me qa rrugën. Ne pam që Shkodra elektronike prej jo vetëm në Eurovision, po prej momentit kur e fitoi festivalin e RTS-s, ishte një këngë që e përqafun në një pjesë e madhe do të thotë e shoqërisë, po unë çka kam vrejt te Shkodra elektronike, mbështetësit më të mëdhenj, po flas për shqiptar, kanë qenë kryesisht njerëz që e njohin artin edhe kulturën. Kjo më ka bërë shumë përshtypje që se jo gjithmonë e kemi këtë mbështetje, këtë përfaqësim që dëshirojmë me çdo ngulm suksesin e asaj kënge. Ka rryma, do të thotë, dikush e pëlqen, dikush jo, kësaj herë unë e kompanjë një kampanjë të jashtëzakonshme prej personave, përderisa edhe Ermonela Jaho, një nga sopranot më të njohura që e kemi në botë, ka bërë thirrje vazhdimisht qoftë nëpërmjet Facebook ose Instagram, kështu që kjo është një çka dua të them që Shkodra elektronike ka pas kulmin e realizimit. Pastaj tjetër është ajo, a e mori çmimin apo jo. Si që thatë, nuk ishte xhelozi fare ndërmjet këngëtarëve, në mes këngëtarëve dhe artistëve që i dhanë një mbështetje të fortë nga Ermonela Jaho, nga Eda Zari dhe shumë këngëtarë dhe artistë të tjerë, por edhe njerëz të artit dhe të kulturës që i dhanë një mbështetje të fortë dhe vlerësuan jashtëzakonisht shumë. Atë po e them se është ndoshta një prej rasteve të ralla që nuk them që është xhelozi, unë them që edhe këta artistë kanë dashur me përfaqësu veten nëpërmjet shijes së tyre se kënga i ka plotsu kriteret. Këtu desha të dalë do të thotë që jo ndi mirë edhe me mbështet këtë këngë për faktin se ka qenë shumë mirë e realizuar. Juve personalisht si mendoni? A ishte përfaqësimi den i botës shqiptare në këtë Eurovision me paraqitjen skenike të saj, me veshjen e saj, a ishim në sinkron edhe me mesazhin që kishte teksti këngës? Shkodra elektronike për mua do të mbetet një ndër këngët më të preferuara të Eurovisionit, e përcjelli qysh si fëmijë, pastaj edhe prej anës profesionale që sa vjet do të thotë duke përcjellë artin edhe kulturën. Është një ndër këngët e pakta, ne i kemi Rona Nishliu, ne i kemi, për mua po mendoj për shihen teme, e kemi Ugend Bushpepën, Anjesa Shahinin dhe tash është Shkodra elektronike. Unë këta 4 emra janë në atë listën time që jo vetëm se e kam pas, se Eugentit fakte nuk e ka këtë sukses se e kanë këto 3 këngë, po te unë kanë ardhur shumë mirë. Edhe Shkodra elektronike përpos një tekst shumë të fuqishëm, sidomos kur e kem parasysh që me çka po përballet bota, e ka prek ngrohjen globale, tu i pas parasysh naftën, erat, Jorgovanin, pastaj luftën, jetimet, ka një mesazh shumë të fuqishëm
në anën instrumentale ka melos shqiptar, në vallëzim është e jashtëzakonshme. Pastaj ka pas ato dilemat, disa diskutime, pse Beatricia është kaq e gjallë në skenë, Kola në anën tjetër është, po unë mendoj Më që pasiv ose më i tërhekur, s'po di. edhe aty ka qenë ai mesazhi ndoshta prej një bote me kaq kaotike, do thotë njeri duhet me marr atë vallën si ngetras Beatricia për me dhe zjarrin ose se edhe këtu pat shumë gjumë pastaj pse zjarr. Po edhe ai qëndronte ndoshta si mburoj, i gatshëm për me i qëndru si mburoj në pjesën skenike dhe kur e kemi punën te kostumet është përpos asaj në skenë edhe paraqitja në tepiun e kuq. Beatricia ka pas një prezantim të jashtëzakonshëm, tu i përfshi kulturën shumë vjeçare të Shqipërisë në një veshje me plot aksesor që ka pas që na kanë përcjell neve në për shekuj, se nuk po them në për vite, edhe përfaqësi më të mirë nuk di si mund të realizoj një përfaqësim sikur i Shkodrës elektronike. Do dalim pak edhe tek shtetet e tjera që u plasuan në të 10-in e parë, në sidomos në këto 10 vendet e para. A ishi dakord ju për këto 3 vendet e para, Austria, Izraeli dhe ajo çka ka ndodhur para natës finale, emrat që kanë qarkullu, shtetet që kanë qarkullu që do të jenë fitues, ka qenë Suedia ka qenë shumë e mbështetur, Estonia ka qenë shumë e mbështetur, pastaj Holanda që për mua ishte e çuditshme, po ka qenë mbet diku në listë, dikun është 9 ose vendi i tretë është Estonia, Holanda është diku në vendin e 12, po. Që kjo ka qenë befasi edhe për mu për shkak asaj se e kanë përkrahur shumë edhe mediat e huaja, po për vendin e parë Austria, pavarësisht asaj dëshirës sonë të madhe që ta sjellim Eurovisionin në Tiranë, Austria ishte një prezantim i jashtëzakonshëm, i gëshetuar edhe me operë, artistin fjalë vjen pikrisht nga fusha operës, nga shtëpia operistike e Vjenës, kish pas disa herë performanca, një djalë shumë i ri 19 vjeçar që arriti edhe nuk është hera e parë që Austria dërgon triumfin në shtetin e vet. Është një këngë që nuk mund të thuash se më është bërë pa drejt, sa i përket anës artistike, një vokal i jashtëzakonshëm, tekstin e dëgjova i jashtëzakonshme, do të thotë që unë jam shumë brenda atyre rregullave të Eurovizionit është një vend meritor. Ajo çka më befasoi ishte Izraeli, dole e dyta do të thotë në këtë finale, edhe pat shumë zhurmë për prezantimin e Izraelit, pat shumë protesta, megjithatë e zuri vendin e dytë. Estonia ka qenë kënga më virale e këtij edicionit për shkak edhe të këngës edhe të lëvizjeve skenike. Ajo është titulli të këngës disi Espresso Macchiato. Espresso Macchiato, pa ajo ngjelet mundet me tingëllë ndoshta pak një klishe ose një këngë limonad, po ajo u shndru në një këngë virale që ka pas mundësi edhe ndoshta të ngjitet edhe më lart. Po. A ka një këngë tjetër që ka merituar më lart përveç Shkodrës elektronike të këngës zjerën? Unë mendoj që Holanda është një prej shteteve që gjithmonë, po në pjesën ndërmuese të prezantimeve i ka prezantime të jashtëzakonshme. Ndoshta për Holandën kom prit që ka me pas një ngjitje më të lartë edhe ishte befasuese edhe për mua që kaloj në vendin e 12. Ardena, do dalemi pak te votimi dhe kërkoj nga regjia në pjesën tjetër që të kemi edhe një bisedë me personin e nderuar Sami Pira që nuk janë shumë dakord në këtë kohë moderne duke votuar ose duke vlerësuar këngën edhe nga jurit profesionale, por edhe nga publiku, me votet e publikut. Paraprakisht e ndjekim një bisedë që paraprakisht e kemi zhvilluar këtu në studio me zotin Piraj dhe në kolegës Valentina Kryezi, dhe më pastaj për të parë qëndrimin tonë, je dakord apo jo me këtë gjykim që ka bërë zoti Piraj?
Aspekti tjetër është se problemi i gjykimeve. Problemi i gjykimit tash e 20-30 vite është thember akilit në Eurovision. Dihet se me prishjen e domethënë sistemit komunist dhe ndërthurjen e shumë shteteve në Eurovision që të paktën përpara nuk kanë pasur të drejtë, është kriju një kaos total në aspektin e vlerësimeve, sepse dihet tash edhe viteve 90 për shembull shtetet të cilat kanë pas një miqësi, sidomos për shembull shtetet e bllokut socialist, pastaj edhe prishjes Jugosllavisë dhe pjesëmarrjen e shumë republikave në kuadër të këtij Eurovisioni, e shikon ti për shembull se gjithmonë vlerësimet kanë shku dhe janë edhe në frymën e aspektit, domethënë të ndërlidhjes politike, por edhe të ndërlidhjeve të tjera miqësore, për shembull Serbia ja jep të votat 10 vota Malit Zi. Bullgaria jep të 10 vota për shembull një shtetit Moldavis. Moldavia jep 10 vota domethënë raporteve shtetërore për shembull. Dhe në këtë drejtim për shembull është një kaos total dhe dihet paraprakisht kush për kën kanë me votuar. A kishte kaos total si vjet në vlerësimin dhe gjykimin e këtyre këngëve edhe nga jurit profesionale të shteteve përkatëse, por edhe nga votat e publikut? Ka qenë si vjet, unë mendoj një vot pak më shpërndar, jo në atë pjesën si thot Zoti Piraj, që pajtohem plotësisht. Në për vite ka ndodhur kjo që e ke ditë 100% që nëse është fjala për Greqinë, e din kush ka me votu prej shteteve më fjalë. Juria i ka thuhet që Eurovisioni pak është një garë politike, edhe varësisht prej situatave një shtet që kalon ndoshta pak suportohet më shumë, që edhe unë nuk jam dakord. Unë reagova edhe me një status para se të filloj Eurovisioni. Ne jemi shumë vegjël ndoshta të bëjmë ndryshime në politikat e këtij formati, po në Eurovision prej themelimit e deri më tash janë 5 shtetet më të mëdha që shkojnë finale pavarësisht me çfarë këngë prezantohen. Është Mbretëria e Bashkuar, është Italia, është Franca, Spanja edhe Italia. Po. Edhe Mbretëria e Bashkuar janë financuesit kryesorë të Eurovisionit, prandaj kanë të privilegja për shkuar pagaruar në finale. Po, shumë dakord, po nëse do të ishte ndonjë një mbrëmje prezantuese pa u vlerësu për performancën, jam shumë dakord. Po në anën tjetër, kur vlerësohet teksti, vlerësohet kompozimi, performanca, edhe shkojnë komplet blanko, do të thotë në finale, unë mendoj që do duhej vetë organizatorët me mendu se ndoshta është fyrje dhe për të tjerët pse dikush me i pas këto privilegje e tjerë duhet me u bërë. Si vjet nuk kemi patur në mesin e 2-13 këngëve në vendet e para shumë nga vendet e lindjes. Kujtojmë kemi Ukrainë nëse nuk gaboj në vendin e 9 pas Shqipërisë, Letoni në vendin e 13, po Estonia vendi i tretë. Po. Më pak ka zonë vende ky votimi i fqinësisë. Unë thash kësa here ishte vota më shpërndar. Nuk e patat Austria mori prej, po kënga kur është e mirë, unë mendoj që pavarësisht për asaj 12 që ndoshta shkon për shtetin e preferencës, po vota 10 shkon të kënga që me të vërtetë e meriton. Austria kështu i fitoi. Do thotë jo të gjithë ja dhanë 12, po pastaj edhe votat e publikut, se kënga ishte e mirë. Ardian, farë në fund, si vjetë do të kemi edicionin e tretë e festivalit të këngës në RTK, kur do të vija ju ditë që dhe ne shqiptarët e Kosovës ta kemi përfaqësimin ton në një Eurovision, në një festival, kondicion kaq të rëndësishëm muzikor siç është Eurovisioni? Shumë është e rëndësishme që festivali është themelu, e kom diskutu edhe nëpërmjet punës time, nëpërmjet Kult Plus, që ka qenë shumë vonë fillimi i festivalit, se do duhej të ambientohet komuniteti artistik me një festival të përmasave që është skena e madhe, është ndriçimi, është audienca dhe
jemi me fat që të paktën e fillum, si vjet është edicioni i tretë, I tretë. po për pjesën tjetër, pastaj juve si shtëpi e madhe, ju takon ato politikat me zhvillu edhe që nuk janë pastaj vetëm të juajat, janë shumë politika për realizimin Edhe të mediumit publik, politike, por më shumë janë politike të shtetit. Po të shtetit, po pastaj edhe të Evropës janë të Edhe të ndërlidhura Evropës, shumë. sigurisht, po. Unë uroj që shumë shpejt përfaqësohemi, përposa asaj që po na bëhet e padrejt me marr pjesë në festival, ne jemi të anashkaluar edhe për vota, jemi në mes të Evropës edhe thuajse të mos ekzistojmë është një moment i fundit që Për fat të mirë kemi ndryshu. patur festivalin e këngës në RTS, që pavarësisht artistëve këngëtarëve nga Shqipëria, Kosova, ato që zonin vendet e para, Po. festivalin e këngës në RTS kanë fituar Rona Nishtiu. Ende mban Vendi i parë, po. primatin më të mirë të përfaqësimit të Shqipërisë. Albina Kelmendi u prezantua 2 vite më parë. Po, kemi pas Kemi pas përfaqësimin artistë të tjerë, nuk duhet të ankohemi në këtë pjesë, po megjithatë do duhet që Kosova të jetë pjesë e skenës së madhe të Eurovisionit. Ardian Pajaziti, faleminderit që ishe këtu tek emisioni i fundit kushtuar Eurovisionit në këtë post-festivalin. Të falenderoj vërtet për ardhjen tuaj, për këto analiza që bëm, për këngën fituese, për prezantimin e shkodës elektronike me këngën Zjerm në këtë edicion të 69 të Eurovisionit. Suksesin e punën tuaj dhe një herë faleminderit. Faleminderit edhe juve, suksese. Faleminderit.